€3. E mbrëmja e shkuar solli shumë emocione me prajmin e radhës së Big Brother VIP Kosova. Prajmi është karakterizuar me përplasje të ashpra mes Klodit dhe Benitës, që nuk kaloi pa debate. Fjalët e Klodit u përjetuan rënd nga Benita, e cila u shpreh lënduar thellë. E ndërkohë nata vazhdoi me pamjet e papublikuara nga festa, u zbuluan tensione, lot dhe ndjenja të fshehura. Në anën tjetër, prajmi solli edhe momente suksesi dhe gëzimi. Londrimi u shpall fitues i photoshooting nga Piano Parfum, duke rrëmbyer vëmendjen e publikut me miliona klikime dhe një çmim financiar prej €2.000. E njëherë trekëndshi Alba Limi Dolce vazhdoi të jetë burim tensionesh, ndërsa veprimi i Limit për t'i dhuruar biletën Albës shtoi dhe më shumë debate. Emocionet të forta solli dhe video mesazhi preks që Limi pranoi nga djali i tij. Byll me rrëfime personale të Klodit, i cili hapi zemrën për familjen dhe lidhjen e fortë me nënën, si dhe për një eliminim që nuk rezultoi përfundimtar. Arditi u largua për bileta e fatit e riktheu sërish në shtëpi, duke mbyllur goxha befasishëm këtë prajm. Big Brother VIP Kosova mund të ndiqni gjatë 24 orëve në 2 kanalet e Art Motion, kurse spektaklet mbahen 2 herë në javë, të hënave dhe të premteve me fillim nga ora 21. Të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju vazhdoni të ndiqni Klan Kosova.